të mbajmë 1 minutë heshtje për Papa Franceskun. Kryedemokrati Sali Berisha ka vijuar fushatën për zgjedhjet e 11 majit, por këtë të shtunë duke e nisur me 1 minutë heshtje, në nder të ndarjes nga jeta dhe homazheve ndaj Papa Franceskut. Me banorët e njësisë 11 në kryeqytet, Berisha firmosi një marrëveshje për pajisjen e tyre, me dokumente për pronat, duke qenë se është një nga zonat më të prekura nga projektet publike. Ndërkohë në fjalën e tij, lideri demokrat u zotua se do të falë gjobat për biznesin dhe qytetarët. Gjobat do jo falim ju o qytetarët të ndershëm, ju që keni përjetuar brutalitetin, arrogancën e inspektoriateve, e zyrtarëve, e ministrave të tij. Çdo gjob që është vendosur mbi ju me datën 12 maj bëhet 0. Nga ana tjetër, Berisha është ndalur te premtimet e kryeministit Rama, paqja fiskale që premtoi kreu i qeverisë në fushat, sipas Berishës, është për bandat kriminale dhe ata që pastrojnë para në vendin tonë. Paqja e tij fiskale është amnistia, është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetarë të dashur. Por unë i garantoj ata atje ku janë, se as $100, as $1, as €1 nuk do mund të sjellin në Shqipëri. Po ashtu Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ndonse pranoi sipas tij se në spitalin onkologjik është kryer krim kundër njerëzimit, Rama nuk mori asnjë mas për të ndryshuar situatën në mënyrë që pacientët të merrnin shërbimin. Denonsimin tonë dhe s'mori asnjë mas, sepse nuk ka shpirt.